Mirë, ishte në këtë konferencë me gazetarët kryeut Partisë Demokratike, Sali Berisha. Ne do të ndryshojmë temën e informacioneve tona më 16 dhjetor. Mediat greke informojnë se do të zhvillohet një takim mes ministrit i jashtëm të Greqisë, Gerapetritis, dhe ministres i jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali. Ndoshta një erë diplomatike në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë, çfarë pritet prodhoj ky takim? Kujtojmë që ka ende çështje të pasgjidhura, siç është ajo e zonave ekskluzive, ndarja e detit që është të dyja palët e ka dërguar në gjykatën e drejtësisë në Hag, por ende nuk janë ngritur ndoshta edhe grupet përkatëse, por padyshim edhe për marrëveshja e pensioneve mes dy shteteve. Kam Fatos Malajn në këtë intervistë drejt për drejt, një prej ekspertëve të njohur të çështjeve të emigracionit, aktivist, padyshim edhe i përfshirë edhe në politik, ish kandidat për deputet me pasokun në Greqi, një prej shqiptarëve dhe ekspertëve të njohur të çështjeve të emigracionit në Athinë. Malaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit dhe nga ana ime. Malaj, mediat greke kanë lajmëruar një takim që do të jetë i pari, le të themi pas fitores mandatit 4 të zotit Rama për vijimin e qeverisë, i pari edhe si ministre e jashtme e Shqipërisë. Çfarë pritet ose çfarë prisni, duke njohur ju politikën e jashtme greke ndër vite karshi Shqipërisë? Së pari, dua të them që marrëdhëniet shqiptaro-greke në këtë kohë janë në pozicionin më të mirë si marrëdhëniet ekonomike ashtu dhe në fushat e tjera. Kjo për faktin se brenda këtij viti janë në Greqi ka erdhur dy ministra të jashtëm shqiptar që janë takuar me homologët e tyre. Mos harrojmë që në qershor dhe ministri Hasani u takua me homologun e tij këtu në Greqi. Dhe për herë të dytë, për pak muaj, vjen edhe ministrja Spiropali. E dyta që dua të theksoj, sigurisht sipas burimeve të palës greke, nuk ka akoma një agjendë të saktë përse do të flitet. Domethënë, nuk ka dalë akoma agjenda që do të flasin për problemet apo për hyrjen e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian apo për problemin e detit siç diktuat ju. Pra nuk ka një agjendë të saktë. Nga burimet që un kam, përveç homologut të saj grek, ministrja Spiropali do të ketë një takim dhe me presidentin grek, po ashtu dhe me diplomatët e huaj të shteteve të Bashkimit Evropian këtu në Greqi, me përfaqësues të komunitetit shqiptar, por dhe me dhomën e biznesit grek këtu në Greqi. Këto janë informacionet që kam unë nga pala greke. Malaj, gjithsi, po? Por mos të harrojmë që marrëdhëniet shqiptaro-greke në këtë moment janë në periudhën më të mirë të tyre. Gjithsesi, Malaj, Greqia mbetet një ndër shtetet që pavarësisht se në këto vite ka thënë që mbështet antarësimin e Shqipërisë, mund të ketë në dorë fatet e antarësimit të Shqipërisë. Në 2027 në një moment merr edhe drejtimin e presidencës Bashkimit Evropian, por mund të vendosi edhe veto. Greqia ka deklaruar gjatë gjithë këtyre viteve apo dhe së fundi që do të jetë krah, dhe sigurisht do të një nga faktorët kryesor që përkrah Shqipërinë në hyrjen e Bashkimit Evropian. Nuk ka përse të marrë vendime të tilla, domethënë është një shtet kufitar, pra një shtet fqinj që përkrah Shqipërinë në hyrjen e saj në drejt Bashkimit Evropian. Gjithsesi, në politikën e jashtme, partitë greke, cilado që mund të jetë në qeveri, mbajnë të njëjtin linjë, me sa kam kuptuar gjatë tyre viteve karshi Shqipërisë, apo? Po sigurisht dhe partitë e tjera opozitare këtu në Greqi, siç është Pasoku apo partitë e majta radikale, kanë të njëjtin linjë, pra janë pro hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë nuk shoh ndonjë pengesë nga shteti fqinj për të penguar hyrjen e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, nuk ka asnjë pengesë të tillë.
Po kjo do të duket edhe ndërmjet takimit të dy homologëve që shpresoj të jetë një takim i vazhdimësisë së asaj që të marrëdhënieve të mira të Shqipërisë me Greqinë. Po gjatë atyre viteve ka pasur le të themi kontradita. Ne kemi prej kohësh që nuk kemi një takim le të themi zyrtar mes dy kryeministrave, mes zotit Rama dhe zotit Mitsotakis, qoftë në Athinë apo qoftë në Tiranë. Ai nuk e di pse do të nxjerrë një lajm negativ, po unë shikoj që të dy qeveritë janë në marrëdhëniet e tyre më të mira gjatë këtyre viteve të fundit. Nuk e kuptoj pse. Po marrim edhe çështjen e pensioneve të emigrantëve, për shembull, që janë drejt një bashkëpunimi, pra drejt një përfundimi të bashkëpunimit të dy qeverive për marrjen e pensioneve nga emigrantët shqiptarë të cilët kanë punuar këtu në Greqi. Kanë avancuar takimet pra përsa i përket marrëveshjes së pensioneve mes Shqipërisë dhe Greqisë? Pritet së shpejti që t'japin fund dhe kësaj marrëveshje, siç u bë dhe apo siç ndodhi dhe me Italinë, pra pritet ana pozitive. Do thënë, marrëveshja është drejt përfundimit. Pra nuk shoh diçka negative në marrëdhëniet shqiptaro-greke, pra të dy qeverive, të themi me qartë, gjatë kësaj periudhe. Situata është mëse normale. Jo se ka në një gjë, sigurisht që është normale, po pyetja ime konsiston sepse edhe Greqia ka kushtet e saj, çështjen e detit për shembull e ka primare, ne e dim. Pra që duhet zgjidhur, sepse e ka zgjidhur me gjitha shtetet dhe i ka mbetur vetëm Shqipëria. Dhe mund të jetë, siç e dini dhe ju, kanë shkuar në gjykata, do ta vendosin gjykata. Më thënë, të dy vendet kanë pranuar, pra kanë rënë një konsensus që të përbashkët që gjykata të zgjidhë çështjen e detit. Për të kthyer pak tek kjo marrëveshja e pensioneve, në rast se do të arrihet së shpejti, sepse grupet e punës kanë kohë që janë ulur në tryezën e diskutimeve dhe të bisedimeve, sa parafërsisht mund të jetë numri i shqiptarëve që përfitojnë nga kjo marrëveshje? Po thuaj sepse në këtë marrëveshje bëhet fjalë për gjithë emigrantët shqiptarë që në një periudhë të caktuar kanë kaluar nga Greqia dhe të cilët kanë punuar një dhe dy apo shumë vite këtu në Greqi. Përfitimi i këtyre, sepse shqiptarët që janë aktualisht në Greqi përfitojnë pension vetëm nga shteti grek. Flasim për emigrantët shqiptarë që janë larguar nga Greqia, të cilët kanë pak vite pune këtu në Greqi dhe janë në moshën e tyre madhore për të dalë në pension. Kjo do të jetë një pension plotësuesi, do t'i bashkëngjitet pensionit që ata marrin aty në Shqipëri. Po ka nga ata të cilët vërtet kanë dalë në pension, për shembull, po duhet jetojë në Greqi dhe ai mund të ketë dëshirë të vinë në Shqipëri, por duhet jetojë atje për shkak të pensionit. Prandaj kryhet kjo marrëveshje, pra ata që janë larguar nga Shqipëria. Kurse ata që janë në Greqi dhe kanë plotësuar ditët numrin e asiguracioneve që u kërkohet, që është 4.500 është minimumi, e kanë përfituar për së mbari pensionin këtu në Greqi, si gjithë qytetarët grek. Marja, unë të falenderoj shumë. Ishe kënaqësi si gjithmonë të jemi së bashku. Falenderit. Ishim me ekspertin e çështjeve të emigracionit në Greqi.